Partia Socialiste ka refuzuar kërkesën e SPAK drejtuar Kuvendit për miratimin e një mase shtrënguese ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gjatë një lidhjeje në emisionin Top Story, kreu i grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla, sqaroi se në mbledhjen e zhvilluar me dyert të mbyllura të grupit parlamentar, nuk pati as vota kundër vendimit dhe as abstenime nga deputetët socialist. I pyetur nga gazetarët për mënyrën se si kishin votuar deputetët, përfshirë edhe Elisa Spiropalin, Balla theksoi se sipas procesverbalit të mbledhjes, të gjithë deputetët e pranishëm votuan në të njëjtin qëndrim, duke mos dhënë autorizimin e kërkuar nga SPAK. Ai shtoi se votimi u zhvillua në mënyrë të ngjashme me procedurat që ndiqen në seancat plenare të Kuvendit. Balla nënvizoi gjithashtu rëndësinë e parimit të balancës së pushteteve, duke theksuar se asnjë pushtet nuk qëndron mbi tjetrin. Ai deklaroi se pavarësia e prokurorisë dhe gjykatave duhet respektuar dhe se hetimet ndaj Belinda Ballukut do të vazhdojnë normalisht, pavarësisht vendimit të parlamentit për mosdhënien e autorizimit për masën e kërkuar. Sipas tij, qëndrimi i Partisë Socialiste ishte diskutuar më herët edhe në Këshillin e Mandateve dhe më pas u konfirmua përfundimisht në mbledhjen e grupit parlamentar, ku deputetët votuan unanimisht kundër dhënies së autorizimit për SPAK.